fjala parlament vjen nga frëngjishtja. Edhe bazë ka foljen parler, do të thotë flasësh. Edhe në origjinë e vet ka qenë një lloj këshilli që mbreti mblidhte zakonisht dinjitarët, e ata mirë sa kohë i tregonin problemet e tyre. Kur francezët pushtuan, normanët francezë pushtuan Anglinë, termi vajti në Angli edhe filloi të marrë trajtën e një asambleje më të rregullt që mande mbreti me ata që quajtën parlamentar. Dhe në thel parlament do të thotë flasësh, rëndësia e fjalës. Fatkeqësisht në Shqipërinë e dekadave të fundit, parlamenti është parë si një arenë grushtesh, sharjesh, ku fjala e arsyeshme nuk ka fare vend. Grekët e vjetër, kohën e filozofëve, Aristoteli besho, përdornin të njëjtën fjalë për dy koncepte, edhe për gjuhën, edhe për arsyen. Logos e quanin. Pra logos ishte edhe gjuha e folura, po edhe arsyeja. Sepse gjuha e ka këtë cilësi, pak të mendoni filozofët e parë, që gjuha përpiqet të gjejë mënyrën për të marrë vesh, mënyrën për të përcjellë të vërtetën, për të pasur koherencë logjike. Gjuha nuk mund të jetë sharje, gjuha nuk mund të jetë klith. Klith ma bën edhe kafshët. Gjuha është arsyeja e materializuar. Dhe pikërisht për këtë logos, për këtë arsye, ne kemi një nevojë shumë të madhe në atë kuvend.